Egli Tak është një ndër banorët më të komentuar në rrjet dhe kudo. Ajo po merr vëmendjen e të gjithëve me veprimet që po bën kundrejt marrëdhënies së saj me Gjestin, ku na duhet të themi se kryeson rrjetet sociale duke marrë shumë fanca ditë për ditë. Së fundmi, Nishane në trupin e saj trazoi ujërat. Familjarët e Eglit kanë shpërndarë një shkrim në Instagram, postim ky që tregon qëndrimin e tyre në këtë situatë. Burrat e kuptojnë më mirë se kushdo kur një vajzë është e dashuruar me to. Fiksa aty në atë moment fillojnë dhe e përdorin, ashtu siç të ka përdorur ty, e kush mund të jetë më besnike se një vajzë e dashuruar, askush. Ishte një shkrim i fancave të Eglit, ndërsa familjarët kishin këtë shkrim. E dua këtë vajzë shumë, dhe duan që të vazhdoj lojën e fortë vetëm me bindjen e plotë që të gjithë do t'i shkojnë nga pas duke i lirë për vëmendje. Ti je vajza më e fortë që ka pasur shtëpia më e famshme në Shqipëri. Leri të gjithë të vjellin vrerë se s'do t'ju ngel asgjë tjetër pas. Vazhdoi Egli, por inshallah vetëm, se njerëzit e vegjël nuk të meritojnë. Me sa duket, familja e Eglit është komplet kundra lidhjes së saj me Gjestin. Ju përpoq dhe motra, t'ja thoshte kur e takoi Eglin, por me sa duket, asaj janë verbuar syt nga dashuria që ka krijuar për Gjestin.